Procesi numërimi të votave tashmë është përmbyllur tërësisht. Në grafikën e më poshtë me gjeni votat e 10 kandidatëve më të votuar nga Gjakova, të cilët kanë qenë pjesë të listave të partive të ndryshme politike. Rezultatet përfshin të dhëna nga qendrat e votimit brenda qytetit si dhe fshatrave të komunës së Gjakovës. E para renditet Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 8.494 vota, në fshatra 1.426 vota dhe gjithsej grumbulloi 9.920 vota. Agon Batusha, po nga Lëvizja Vetëvendosje, renditet i dyti, i cili në qytet mori 7.404 vota, në fshatra 1.312 vota dhe gjithsej grumbulloi 8.716 vota. I treti renditet Agon Dobruna, po nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili në qytet mori 6.759 vota, në fshatra 424 vota dhe gjithsej grumbulloi 7.183 vota. E katërta me radhë është Arbëria Nagavci, po nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 6.112 vota, në fshatra 416 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.528 vota. Po nga Lëvizja Vetëvendosje, Ardian Gola renditet i pesti, i cili në qytet mori 5.808 vota, në fshatra 655 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.463 vota. E gjashta renditet Artane Rizvanoli Berisha, po nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 5.961 vota, në fshatra 377 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.338 vota. Po nga Lëvizja Vetëvendosje, Dafina Gegja Bunjaku renditet e shtata, e cila në qytet mori 5.672 vota, në fshatra 327 vota dhe gjithsej grumbulloi 5.999 vota. Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës renditet i teti, i cili në qytet mori 2.216 vota, në fshatra 3.118 vota dhe gjithsej grumbulloi 5.334 vota. Diana Qarkagjia nga Lëvizja Vetëvendosje renditet e nënta, e cila në qytet mori 4.475 vota, në fshatra 255 vota dhe gjithsej grumbulloi 4.730 vota. I 10 renditet Shëfqet Shehu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili në qytet mori 1.516 vota, në fshatra 1.905 vota dhe gjithsej ka grumbulluar 3.421 vota.